Mandati i cili është në përfundim tani që jemi, është një mandat me plot angazhime dhe të punë dhe detyra që edhe si kryetari i komunës, por edhe ekipit tim që kam punuar me ta, është edhe i sfida të cilat jemi ballafaquar për shkak të borxheve të trashëguara që kemi të papaguara disa projekte që janë realizuar, por nuk janë paguar mjetet, si edhe kontrata kolektive ka qenë një ndër ato sfidat që neve na ka penguar që të kemi një zhvillim edhe më të hapshëm çfarë meriton Uniku. Uniku ne bën unik është vërtet është unik, edhe dyta është një qytet i cili nuk ka pasur probleme historikisht asnjëherë ndërnjerëzore, do thotë ka kaluar një të kaluar jashtëzakonisht të mirë, prandaj edhe në periudhat e ndryshme historike ka qenë unik dhe ka vepruar unik. Edhe në luftën e fundit, po ashtu në Unik ka qenë një organizim i mirë, i mirëfillt dhe ka qenë unik edhe lufta mbrojtëse e shtetit të Kosovës. Qytetarët e Unikut mu më njohin fort mirë sepse unë kam qenë edhe në kohët më të vështira të viteve 90-ta që kam drejtuar Këshillin e Financave në komunën e Unikut. Prandaj në këtë drejtim angazhimi im dhe komunikimi direkt me qytetarët në kohët e vështira edhe gjatë pjesës së lirisë që u bë kthimi, do thotë ka qenë një komunikim dhe bashkëpunim me komunitetin jashtëzakonisht i mirë, që e kam të lindur dhe të trashëguar që nuk mund ta lë asnjëherë. Vlen të theksohet se unë me marrjen e detyrës të shërbimet shëndetësore kanë qenë vetëm në ndrim ato 8 orë në ditë kanë qenë. Ne kemi arritur që këtë shërbim ta funksionalizojmë dhe ta bëjmë 24 orë për 7 ditë të javës. Ne kemi të plotësuar me të gjithë mjekët e domosdoshëm të qendrës mjekësisë familjare, kemi edhe stomatologun, kemi mjekun e përgjithshëm, kemi pediatrin, dhe thotë gjitha ata profilet janë, dhe përveç shërbime që 24 orë kryen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, qendra kryesore e mjekësisë familjare ofron shërbime edhe për leonat në shtëpi edhe për pjesën e të moshuarve që kanë nevojë të mbështeten vizita apo trajtime që në shtëpitë e tyre. Neve me fjalë të drejtën kam marrë masat të përkrahim me bizneset edhe të vogla dhe të mesme, ne fillimisht kemi marrë një vendim që do t'i lirojmë nga taksat për ushtrim të rëmtarisë, mënyrë që kjo të jetë të përfitojnë të gjithë bizneset, pa marrë parasysh të vogla, të mesme apo të mëdha. Dhe në këtë drejtim është për shkak të gjendjes së vërtet ekonomike të vështirë dhe operimit të jashtëzakonisht të vështirë dhe të tyre në këtë gjendje, këtë drejtim kemi marrë vendim që nga taksat komunale për ushtrimin e rëmtarisë do të lirohen biznes për një periudhë të caktuar. Në anën tjetër, neve kemi edhe fermerët tanë kemi përkrahur me programe të cilët kanë përfituar përmes bashkëpunimit me organizata ndërkombëtare, kemi dhënë pajisje bujqësore, por prapë në vitin, në mandatin tjetër, kemi paraqarë dhe kemi ndarë buxhet që të mbështeten edhe bizneset, edhe fermerët, të mbështeten edhe studentët dhe nxënësit, por njëkohësisht do të mbështeten edhe të gjitha ato familje për rastet e vdekjes që kanë të mbështesin me një subvencionim simbolik që t'ja vlerëtoj sa do pak familjeve për rastin e shpenzimeve të me ardhen e pushtet, prioritet kryesor ka qenë përmirësimi apo rregullimi i infrastrukturës për qasjen e bjeshkët e Unikut. Dhe në këtë drejtim kemi ecje pozitive dhe ne rrugën e kemi asfaltuar dhe kemi dhënë në gropën e Renikut që është një aty ku është pjesa që duhet të shpërndahen dhe gëzohet edhe me djegë tjera pastaj bjeshka, kemi arritur që ta bëjmë dhe ndërtimi i rrugës ka krijuar rrit potencialet dhe interesimin e gjithë dashamirëve të pyjeve dhe të bjeshkëve që po vinë po vizitojnë Unikut. Jo vetëm në nivel vendi të Republikës Kosovës, por vizitorët janë edhe nga shtetet përreth. Çdo vikend kemi të mbushur bjeshkët e Unikut, ka një potencial jashtëzakonisht të madh zhvillimit të turizmit, në ardhmen do të jemi shumë të interesuar edhe të ndërtojmë rrjetin e ndryshimit, rrjetin elektrik për bjeshkët e Unikut, që në këtë drejtim të krijon kushte për investime më të mëdha sa përket akomoduese apo të infrastrukturës tjetër që do të kishte me akomodue turistë të jashtëm dhe të brendshëm.